Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pushosh Shqiptaqe. Shpresojmë që 2 javët e njëpasnjëshme që kemi kaluar me transmetimet tona kanë sjellë tek ju arbëreshët përmes intervistave të tyre, përmes asaj shqipe e bukur dhe të vjetër. Dhe pasi kemi realizuar një nga ëndrat tona të emisionit Pushosh Shqiptaqe për të udhëtuar drejt Kalabrisë, ne vazhdojmë sërish dhe nuk ndalemi në udhëtimet e radhës. Dhe kësaj radhe jemi rikthyer sërish në Plavë dhe në Guci. Por cilat kanë qenë arsyet që na bën të udhëtojmë drejt vëllezërve tanë, pikërisht në këto troje, të cilat dikur kanë qenë 100% të populluara nga shqiptarë, ndërkohë që përqindja e shqiptarëve të paktën sipas regjistrimit të fundit ka rënë ndjeshëm, në Plavë numërohen më pak se 10% shqiptar, ndërsa në Guci kjo shifër ka arritur 38% shqiptar. Është një arsye që vlen për t'u lavdëruar dhe për t'u përkrahur. Shoqata e shkrimtarëve në Shkodër me një grup përfaqësues të kësaj shoqate kanë zhvilluar një nisëm vullnetare të tyre, kanë grumbulluar rreth 500 libra përmes kontributeve jo vetëm të autorëve të kësaj shoqate, por dhe miqve të tyre. Dhe këtë fond prej 500 librash e kanë dhëruar për Shtëpinë e Kulturës në Vuthaj, pra ndodhemi në komunën e Gucisë. Ne kemi ndjekur gjithë udhëtimin e këtij grupi mjaft këndshëm dhe figurash të njohura në qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm, ku jo vetëm kemi dorëzuar në formë dhurate 500 libra në Shtëpinë e Kulturës në Vuthaj, por një herësh edhe kemi shijuar peizazhin e mrekullueshëm që ofron Gucia dhe Plava, po ashtu edhe mikpritjen e pakufishme që tregojnë banorët atje, sidomos për çdo që vjen nga Shqipëria. Le të ndjekim këtë reportazh të këndshëm dhe një herësh të falenderojmë shoqatën e shkrimtarëve Shkodër për të nisëm kaq të mirë, në shembullin e së cilës mund të vijojnë dhe persona të tjerë, jo thjesht për të bërë dhurata, por janë dhurata simbolike, të cilat çojnë përpara zhvillimit të këtyre vendeve, kujdesen për ruajtjen e gjuhës shqipe dhe në një farë mënyre duket sikur ndalojnë ose japin kontributin e tyre për mos të avancuar më shumë asimilimi i shqiptarëve pikërisht në këto troje. Ata që ja din vlerën natyrës do sakrifikonin çdo angazhim dhe do i shfrytëzonin në maksimum mundësitë për të udhëtuar sidomos në muajt prill dhe maj. Përfituron në një çast gjelbërimin në kulmin e lulëzimit të tij, të depërtosh në një segment mbi 100 kilometra, ku ndërkohë të mos të ndahen aromat e mrekullueshme të luleve. Po udhtojmë drejt Plavës dhe Gucisë. Arsyeën do t'ua tregojmë pak më vonë. Jemi me një pjesë të anëtarëve të shoqatës së shkrimtarëve Shkodër. Pra udhtojmë me artistët e fjalës. Në Tamar bëhet ndalesa e parë. Në zhurmën e cemit të rrëmbyer, nga ujërat e bollshme, një kafe shijohet shumë më mirë. Jemi në një moment që jetoj përmes natyrës, një bukuri e rrallë në Tamare, ku përjeton të gjitha ndjesitë natyrore, dhe për një moment më vijnë parasysh ato imazhet e meloditë dhe vargjet e bukura të fishtës, të Naimit, të Mjetës, por me gjitha kur shikoj këtë lumë të bukur, lumin e cemit, po më kujtojnë edhe ato vargje dhe kënga bukur që vjen përmes çiftelisë Stela, çiftelisë të Ndjerit Salimani. As ka pas shumë të drejtë ku i ka kënduar këtyre viseve kaq të bukura, kësaj natyre kaq të bukur, të shkrirë me cigjerimet e zogjve, me valet e këtij lumi kaq të thellët dhe me kaq ëmbëlsi shpirtërore. Dhe dallimi se po ta kishe pirë në një zonë urbane është i jashtëzakonshëm. Ndoshta ky dallim na nxiti për të realizuar intervistat e para. Ka shumë dallime. Së pari është natyra e mrekullueshme, ajri i pastër, kënga e lumit dhe për më tepër shoqëria shumë e këndshme me të cilën e pim kafe. Qendra e qytetit është jeta sociale me problemet e veta, me brullin e vet, me angazhimet e shumta, kurse këtu në gjithë natyrës
prape të shijshme. Ekrani një televizori nuk ta jep përjetimin e vërtet që provon po ta prekësh natyrën nga afër. Ai vetëm të kujton se ajo është aty dhe po të pret. Kjo është e veçantë se ndryshojmë nga qytetit, ajo e përditshmja zakonisht që bëjmë për ditë, në Shkodër, këtu është dalim rrallë dhe ka të frymëzon. Të jep knatësi, të qetëson. Kam kanë edhe disa herë tjera këto, po sinqerisht sa herë vjen ka një bukuri prallore që të tërheq dhe duket sikur kafja këto që janë shumë më tepër në rregullimin edhe tingujt e këtyne valve që kalojnë këto. Një burim fantastik, një natyrë mrekullueshme. Duket sikur tan trupi të rinqethet nga kja kuhiza që të lëshojnë malet edhe gjelbrimi këto. Është një vend shumë i bukur. Thuhet se ashtu si që ndëron pelerinën e saj natyra, ashtu ndëron dhe gjaku i trupit njeriut. Kushtet klimatike mendoj që vetëm sa bajnë edhe më të bukur njëllëtin. Edhe është kënaqësi më ardhur afër maleve, se sa më shumë i afrohem malit, më duket se aq më shumë i afrohem Zotit. Edhe ndryshimi me pi një kafe në një qendër rurale dhe një qendër urbane, më shumë kjo është në ditët e sotme. Tu lidhesh më shumë me krijuesin, duket sikur je më afër për shkak se je afër malit. Ndërsa në qytetet, në zonat urbane që jena ne merremi me ca gjëra që nuk janë shpirtërore. Edhe në qytete zbrazemi nga ana poetike, ndërsa afër maleve mbushemi nga ana poetike. Me sa shohim, nuk jemi të vetmi që e kuptojmë vlerën e udhëtimeve në këtë stinë. Në Tamar është kënaqësi të vish, sidomos dekadën e fundit. Transformimi i saj në një qendër të hijshme turistike e bën vizitorin të prek më nga afër që me impaktin e parë, traditën dhe mendsinë e këtij vendi. Nëse tani kemi të bëjmë me një numër të reduktuar të vizitorëve, vera këtu është e tej mbushur sa vështirë mund të gjesh vend për një kafe. Me ecemin që i kalon ngjitur, Tamara duket e bekuar nga ndalesat e vazhdueshme të çdo vizitori që do e përshkojnë këtë arterie mes së bjeshkëve madhështore të Kelmendit. Natyra shqiptare është një natyrë kaq e bukur sa që jo vetëm që gëllon si uji, por edhe në gjakun dhe në shpirtin dhe në zemrën tonë. Unë me thanë të vërtetën më duket sikur po lëviz me valen, po lëviz me sinqerimin, më ngjan sikur nuk jam as në tokë, as në qiell, por më duket sikur kam flatër dhe po fletëroj. Dhe kjo është një ndjesi e veçantë që do t'ja këshilloja kujdo që ta përjetojnë dhe ta vlerësojnë, jo vetëm për faktin që ne kemi një natyrë shumë të bukur, por kjo është një dhuratë e të madhe të Zotit. Një dhuratë për që i vjen vetëm njeriut, dhe kjo është me fat që jemi shqiptar dhe jetojmë të troje. Qëndrimi në Tamar do t'jeti shkurtër. Plavët dhe Gucin do i vizitojmë brenda ditës, prandaj koha duhet menaxhuar mirë. Kishe dhomësim këtu, Patjetër që pa. që i bie të vish çdo ditë deri këtu. Se kam fare vërtet. Po sikur të flije këtu. Mjaftoj që dihet shkojnë aty ku ka më shumë nevojë. Është e vërtet kjo, po do jetoj dot në Tamar. Po edhe më jetu, këto është vend shumë i bukur. Po kështu duket për vizitorin. Është privilegj. Ashtu, ë? Po. E pranojmë faktin se para nisjes sikur na bekuan sa pika shiu, duke mos e fshehur pas sigurin nëse do i kishim ato nga pas gjithë rrugën. Por pas ka qenë vërtet një bekim i mrekullueshëm sepse udhëtimi u bë në një ditë ku ato pak vranësira i lanë ngjyrat e natyrës të shijoheshin me gjithë koloritin e tyre të theksuar. Ka lodhje në fytyrat tuaja? Jo. Jo, është Mirë, ë? Si po shkon deri tani? ajri postër. Red që kanë rënë në mal. Shikoni red. Sa bukur që Na heqim gjithë fam. Përveç një ndalese në Tamar apo Sels, vizitori, edhe po nuk e pati qëllim ndalje në Lepush, së paku do e shijoj pamjen madhështore nga ky balkon i bukur natyror. Ndërkohë gjej momentin edhe për të zbuluar qëllimin e vizitës son
drejt vëllezërve tanë në Plavë Guci. Kjo është marrë nga shoqata e shkrimtarëve të Shkodrës, dhe dhuroi një libër për Plavë Guci, e cila shpresoj që do të vazhdoj sërish, sepse sot do të ndalemi në Vuthaj, ku do të dhurojmë disa libra për shtëpinë e kulturës në Vuthaj. Janë rreth 500 libra të dhuruar, të cilët do dërgohen në shtëpinë e kulturës në Vuthaj të Gucis. Dhe misioni është domethënë që ne të kontribuojmë në ruajtjen e gjuhës shqipe, sepse dihet që libri është ai që ban më mirë këtë mision. Kush janë dhuruesit e këtyre 500 librave? Dhuruesit janë vetë anëtarët e shoqatës shkrimtarëve, jashtë bashku nismës edhe Mirsat Basha i Ekos, ku ka dhuru rreth 50 libra. Dhe pjesa tjetër është kontributi i anëtarëve të shoqatës shkrimtarëve të Shkodrës. A mund të shkëputesh kaq lehtë nga kjo pamje që të ofron Lepusha, e parë nga këtu? Ndodhemi në lartësinë mbi 1260 metra. Lepusha vlerësohet si kryevepra e natyrës së Kelmendit dhe si perle e Alpeve shqiptare. Malet e larta, kontrasti më i theksuar këtu është peizazhi alpin i bllokut të Shenikut, në bjeshkët e Namuna, me atë të maleve të tjera përreth, me 5297 hektar kullota të gjelbra dhe pyje rriten këtu. Lepusha është një vend i mrekullueshëm me potenciale për zhvillimin e turizmit malor, për alpinizëm, rëshqitje mbi borë, për njohjen e florës, gjuetin e kafshëve dhe egra e të tjerë. Për të shkuar në Plavë Guci, drejt pikës doganore, do marrësh kthesën pa hyrë në Vermosh, një kthesë fortë, disi e vështirë për të marrë nga mjetet e mëdha të transportit. Rruga do të ngushtohet dhe riparimi i urës mbi kanionin Bashkimi bëhet e pjesshme. Bora dhe shirat e dëmtojnë atë, prandaj kërkohet rindërtimi i një ure më të fortë. Në dogan dalesa do të ishte e tej zgjatur, si në shkuarje apo dhe në ardhje. Për mallrat që transportojnë, qoftë dhe libra të dhuruar, kërkohen vërtetime shoqëruese. Prandaj, kujdes në mallrat që merrni me vete, pa llogaritur edhe vonesën e mospasjes ende të një pike të përbashkët doganore. Largësia e Gucis nga dokana është vetëm 20 minuta me makinë. Jemi në vijimsinë e Kelmendit, që kohrat mbartën dhimbjen e ndarjes së padrejtë të këtyre trojeve shqiptare nga Trunguam. Pa dashur të hyjmë thellë në histori, teleshikuesit duhet të dinë së paku për betejën e Plavës dhe Gucis. Beteja e Plavës dhe Gucis 1879-1880 ishte një konflikt i armatosur midis forcave shqiptare në lidhjen e Prizrenit kundër mbretërisë somale të Zi, në udhëheqjen e Nikola Petrovićit, gjatë viteve 1879-1880. Shqiptarët rezistuan kundër aneksimit të rajoneve të banuara me shqiptarë të Plavës dhe Gucis, të dhënë në mal të Zi nga Kongresi Berlinit 1878. Shqiptarët, në udhëheqjen e Ali Pash Gucis, Jakub Ferit, Çel Shabani, Sulejman Vokshit, Haxhi Zekës, Filip Çekës dhe Jusuf Sokolit, ngritën rezistencë të armatosur kundër perandorisë otomane dhe Kongresit të Berlinit. Duke ardhur në ditët tona, ndarja e Plavës nga Gucia, që dikur ishin së bashku, u shoqërua jo vetëm me një rënje të theksuar ekonomike, por dhe një asimilim më të shpejtë. Atë që nuk e bën luftrat në shekullin e 19 e bëri koha e regjimit të Titos në shekullin e 20. Të lënë pa investime dhe pa të ardhura, popullatës këtu ju krijuan lehtësira për të emigruar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo që është përngulje moderne dhe pa luftë, vendi u boshatis ndjeshëm dhe asimilimi veproi i heshtur, por me pasoja të mëdha që sot kuptohen më shumë se kurrë.
Por le të shkëputemi pak nga ky realitet dhe ndjekim miqtash shkrimtar të cilët ndalesën e parë e bëjnë në komunën e Gucis, ku aty mikpriten nga kryetari Sanel Baliç. Pasi pozicionohemi në zyrën e tij, Bledar Tafa, njerëz dhe organizatori i aktivitetit, bën dhe prezantimin e qëllimit të kësaj vizite. Ne jemi këtu në komunën e Gucis, si shoqata shkrimtarëve të Shkodrës. Kemi ardhur për të bërë një dhurim librash për shtëpinë e kulturës të Vuthajve. Shpresoj që kena edhe bashkëpunime të tjera, domethënë, si ne si shoqat bashkë me komunën edhe me komunitetin shqiptar këtu. Ovako, prije svega da se zahvalim što ste došli da posjetite opštinu Gucinje. Së pari ju falenderoj që keni ardhur në komunën e Gucis dhe gjithashtu për dhuratën që po i bëni shtëpisë së kulturës në Vuthaj. Na shërbren bashkëpunimi ndërsjellë, sepse jemi në kufi të përbashkët mes Shqipërisë dhe Gucis. Gjithmonë ky bashkëpunim mes komunave, Gucisë dhe komshive tanë, e sidomos Shqipërisë, ka qenë mjaft i mirë. Kështu shpresojmë se do të vijojë edhe në të ardhmen. Rruga që është hapur mes Gucisë dhe që kalon edhe në Shqipëri, por dhe lidhja me Podgoricën na ka bërë të jemi bashkëpunues mes nesh. Përpara disa kohëve ishin me një takim me një bashkëvendësin ton në Tiranë. Ai është biznesmen i fortë dhe me potencial. Bëhet fjalë për zotin Ahmet Ulaj, i cili na premtoi se do të ndihmojë vendin ton. Po ashtu do doja të falenderoja edhe Blendin, i cili punon në pikën kufitare këtu pranë nesh dhe që nxiti një aktivitet të tillë. Jemi në përpjekjet tona që të lehtësojmë lëvizjen e shpejtë të turistëve në kufirin ton. Edhe një herë ju falemnderit që keni qenë tek ne. Hvala što ste došli da posjetite opštinu i Ndërsa na jepet mundësia, i drejtohemi me disa pyetje të tjera kryetarit të komunës së Gucisë, Sanel Baliç, pyetje që kanë interes për opinionin e gjerë publik. Sa ka shkuar përqindja e shqiptarëve në Guci? A kemi rënje të këtij numri? inače statistika koja je Me ndryshimet në regjistrimet që janë bërë herët e fundit, është vënë re një luhatje. Vetëm 34.5% e popullatës në Guci janë shqiptarë. stanovništva na teritoriju opštine Guci. 10 vitet e fundit ka pas përpjekje të shqiptarëve nga Amerika, por dhe Europa, kryesisht Zvicra, për të ngritur bizneset e tyre këtu. Por i kanë mbajtur hapur vetëm pak dhe kanë dështuar. Pse kanë dështuar? Pa znate sami kako, u Gucinji inače je bio trend pada stanovništva, a inače i u Crnoj Gori je bio u jednom periodu pada ekonomije. Biznis je biznis. Uvijek je tu Për shkak të zhvillimeve të fundit, Për shkak të zhvillimeve të fundit ka pas rënje dhe rritjet ekonomisë. Luhatjet e emigrimit janë ndër shkaktarët. Unë me sa di, vetëm një fabrikë të peletit është mbyllur. napravio fabriku peleta, to je jedina koja se zatvorila, a koja bilo ulaganje iz inostranstva. Po në shkollë, sa fëmijë ka në shkollë? Nuk di sa është numri i saktë, por e di që në Qerdhe këtë vit janë regjistruar 141 fëmijë të vegjël. Në vrtiću. Është futur tek si shqip, abetari janë shqip, autori i cilës është edhe kryetari ynë, Zia Vukaj. Ima i u vrtiću, ima odeljenje za... Po në shkolla është futur abetarja në gjuhën shqipe. Ima i u školama isto odeljenje koje... Unë vi nga një udhim në Kalabri të Arbreshët, kur vura re që emërtimet e rrugëve apo institucioneve ishin në 3 gjuhë, shqip, italisht dhe anglisht. Ndërkohë që te krojet e Ali Pash Gucis është vetëm në gjuhën malazeze edhe anglisht. Po shqipja. 10 ditët e fundit është bërë ndryshimi, ku janë vendosur me pëlqimin e komunës shenjat në gjuhën malazeze edhe shqip. Emërtimet që janë vendosur pra janë në 2 gjuhë, por emërtimet që tregojnë të tjera më specifikues i kemi vendosur edhe në 3 gjuhë. I në albansko. Hera e parë në histori si këtë shenja, si ka nuk e qeveria e re, si ka më pushtetin, si ka shkuar shqip, nuk ka ndodhur kurrë. Të me thonë çdo fshat, qytet gjithë ku i ke shqip. Hera e parë. E përgëzoj kryetarin. Mi ovdje živimo zajedno da pokažem... Gjithmonë këtu kemi jetuar bashkë dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen në mënyrë vëllazërore. Da zajedno razvijemo ovaj kraj i da uvijek žive u miru i u skladu.
Po, ju keni një festival tek i cili kanë ardhur 2 presidentë shqiptar, nga Bojani Shani dhe Ilir Meta. A ka fond ky festival sepse familja e Tahir Gjonbalës investon? Është edhe diaspora. To inače radi neka organizacija kao nevladino udruženje. Opština je tražila da 1. avgust bude Ne si komune kemi regjistruar në projektin e verës në Guci një koncert, po atë në Vuthaj organizojnë një shoqat jo qeveritare dhe nuk na lejohet të marrim pjesë me fonde. Më tej vijuan pyetjet edhe nga miqtë ardhur nga Shkodra. A ka pas një propozim nga ana juaj për palën shqiptare për ta lehtësuar procedurën e kalimit kufitar për shkak të gjanave që na lidhen, se duhet patni më shumë fike në bashkojnë se sa në ndajnë. Apo ka pas ndoshta një propozim nga ana jonë për tek ju, pra ku ka met? Pse ne sot nuk kemi një lehtësim të procedurës së kalimit në kufi? Dhe si mundena ne nga ana jonë, ndoshta me një kërkesë, me një shkresë, me një kontakt më shumë me lehtësuar dhe me vënë lëvizje këtë proces. Na svim zvaničnim sastancima koje smo imali sa predstavnicima iz Skadra i Tirane, mi smo to zahtijevali, ali Në të gjitha takimet zyrtare që kemi zhvilluar, kemi ripërsëritur kërkesën tonë jo vetëm me gojë, por edhe me shkrim. Kemi kërkuar nga Ministria Jashtme e Malit të Zi që të ndërhyrë për vendosjen e një pike kontrollit përbashkët mes malve, por ende nuk ka një përgjigje pozitive. Unutrašnji poslovi koji već vodi granični prijelaz teritorija Albanije. Dhe një realitet që të dhe më shumë për shqiptarët në Plavë e Guci është ai që sjell artistja dhe intelektualja nga Hoti, Kaltrina. Ajo ka 6 vite që është kthyer nga Teksasi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të jetuar në vendlindjen e saj. Por si e gjykon ajo situatën e shqiptarëve në Plavë dhe Guci? Janë mbushur 6 vite për që jam kthyer nga Teksasi këtu. 2 vitet e para e ushqeva synin, malli për tokën, për njerëzit. E pastaj nga dal, shpirti filloi të më thotë qetësou, mbylli syt, edhe dëgjo për rreth vetes çka po ndodh. Çka më shqetëson? Më shqetëson që shqiptarët si pakicë në Plavë deri tani janë të programuar, uleni kokën, bëni si t'ju themi ne, cila do parti që është në sundim ta quaj, jo që ka fitu, po bash të them në sundim. Dhe heshni, papunësia e madhe, dhe nuk ka respekt ndaj gjuhës tonë, ndaj njeriu tonë, së pari të fillon nga vetja ime, ka ndodhur shpesh kur njerëzit më kanë quajtur, ti shqiptarko, nuk e pranoj atë. Si kulturore nga ana e komunës që duhet të organizohen nëpërmes të shtëpisë kulturës, shqiptar nuk janë të përfshirë, nuk janë të ftuar, nuk janë të prezantuar. Është shumë e çuditshme dhe çka më së tepër më pengon, në Plavë është vetëm një parti shqiptare. Kurse në Guci për shkakun kena më tepër. Tani këto partitë shqiptare në vend që të luftojnë për ato që janë të premtuara për pakica të zbatohen, ata janë relaksuar tepër. Do me thonë, çdo gjë është vota. Është koha që të zgjohet mas pari politikanët, dua ta përjashtoj një politikan, Nik Gjeloshaj. Edhe pse e ndaj? Sepse ishte i vetmi që në një kërkesë për një katun që e përmenda Parzi Hoti, ai nuk e kthei kokën, u kthy edhe na bëri të mundshëm, mbas 50 vite të kemi rrugë. Ku s'ka rrugë, e dim si është jeta e krejtë. Të vazhdoj që të mos e dalë prej temës. Do me thonë, duhet më koncentru që ato që janë të premtuara, ato që i takojnë të zbatohen. Edhe shqiptari mos të ketë frikë të thotë që jam shqiptar. Ka njerëzit që e flasin gjuhën shqipe më sheftas bre. Ka shqiptar që nuk guzojnë ta flasin shqipen. Dhe çka ndodh? Asimilimi. Sot kemi Boshnjaku që thot, unë jam ma shqiptare se ti, gjyshi im ka vdekur me plis në kokë, mirë po e ka mbajt plisin se ka qenë moda. Ai koment të tregon mentalitetin, brainwash të njerëzve që ka ndodhur këtu. Tjetri thot, ai po e mban plisin se ka qenë i varfër.
Do më thonë, vetë me ato 2 komente që më kanë prek, është që ata mas paris për e dini historinë tonë, se neve na gjetën këtu, na këtu ishim. Ta shti po vjen dikush dhe na donë me na dirigjua, me na tregu si të jetojmë, si të shprehemi, kur të flasemi, kur të folim, kur të qohemi, unë për veti nuk mu me dërua. Po, e keni ndihmën e shtetit shqiptar, ndihet prezenca e shtetit shqiptar këtu apo ju jeni jetime të ndryshe? Përpara kam thënë, jemi jetima pa nënë pa njerëk. Prezenca e shqiptarit në qeveri vërehet. Po flasim tash, apo për kohën prezente, vërehet. Shembulli më i mirë është për shembull që Gusia që ka filluar të merë këto shete komunikacionit gjyqësor. Disa njerëz i thonë s'është me rëndësi, është me rëndësi, se kur fillojnë të zbaktojnë këto ligje, si të them, elementare, basic, atëherë zinxhiri fillon. Shehat kanë filluar, atëherë do të jetë edhe respekti më i madh saj përket kulturës, atëherë kur të vinë shkrimtarët nga Kosova, do të jetë teksti në 2 gjuhë, jo në 1. So mund të them që këto vitet e fundit ka pas ndryshime pozitive edhe shpresoj që do të ketë, po është problemi Plava dhe Gusia. Në Plavë e Gusi nuk mund të zbatohen metodat e njëjta që bëhen për shembull në Tus apo në anën e Malësisë apo në Tivar. Plava është bërë kurbani politik. Në atë kurban pikon me këtëm gjaku i shqiptarit. Pyetja është kush i pari do ta ndalë. Por leti rikthemi asaj që na pret në Guci, nëse rikthemi të vim këtu këtë verë. За 1 август прошлой годины у saradnju sa Gzimom Hajdinagom koji je direktor CEKUM-a ili Centar za razvoj i kulturu manjina, organizovan je po prvi put na trgu Lipaše koncert. Verën që kaloi për herë të parë është mbajtur këtu në sheshin Alipash Gucia, koncerti ku kanë marrë pjesë këngëtarët pas thirrjes së Gëzim Hajdinagës. Kanë ardhur mjaft grupe artistike në këtë koncert. Përsëri edhe këtë vit do zhvillohet ky koncert më datë 1 gusht në mbrëmje në gjuhën shqipe, po nga Gëzim Hajdinaga dhe ftoi edhe shkodranët që të marrin pjesë. Koncerta tako da smo odvojili da 1. avgust bude izdvojen za našu braću koja žive u Gusinjora. Një ftesë gjithë shkodranëve për të ardhur dhe vizituar. Ka shumë shkodranë që vinë, por edhe për ta përsëritur këtë ftesë edhe për të ardhur. Bujrum da podsjetite do najljepših opština koja se nalazi na teritoriji Crne Gore, a koja se graniči sa Republikom Albanijom. I ftojmë shkodranët dhe shqiptarët më gjerë që të vizitojnë komunën tonë, e cila ka një bukuri të jashtëzakonshme. Këtë bukuria japin lugina e Rapojanit, ajo e Gërbajës, syri i Skafkacit, krojet e Alipash Gucis, ujvara e Gerlës e të tjerë. Gusinje je 60% ili možda čak i veći procenat nacionalnog parka Prokletije gdje se nalaze i 3 najveća vrha u Crnoj Gori. E ndërsa biseda është zgjeruar, ku përveç qëllimit të vizitës u diskutua edhe në lidhje me problematikën këtu, në një moment të caktuar u përcoll dhe urimi i kryetarit të shoqatës së shkrimtarëve Shkodër, zotit Zia Vuka. Nderuari profesor Zia Vuka, kryetari i shoqatës, një nga figurat më të shuara të letërsisë shqiptare dhe më gjerë, i cili ka dhënë një kontribut të vyer edhe për letërsinë shqipe në trevat e Malit Zi, ka dërguar një mesazh. Nuk ka qenë disponueshëm për arsye të obligimeve të programuara më hershëm dhe ka dërguar një mesazh përmes telefonit. Ku shkruan: gjuha shqipe është themeli i identitetit ton kombëtar. Në çdo libër që dhurohet drejt trojeve shqiptare, shkon edhe një copës dashurie, kujtese dhe përkushtimi për kulturën ton, ku përgëzojnë nga zemra për këtë të gjithë ju që keni shkuar atje me këtë mision. Dhe uroj që fjala shqipe të jetoj, të lexohet, e të dëgjohet dhe të nderohet në çdo cep ku rre zemra shqiptare. Kënaqësi të ndajmë këtë bashkëbisedim me kryetarin e komunës së Plavës dhe të Guxis, por do thoj edhe diçka në vargën e kësaj që ne këtu jemi jo vetëm thjesht dhërues të këtyre librave, por jemi edhe autor, të cilit ju sjellim një pjesë të shpirtit, të zemrës dhe të ajrit tonë që vjen prej ne. Dhe në bazën e kësaj do të kishim dëshirë që te kjo dritare që ju afrojmë ne, ato libra të lexohen, sepse besoj që duke lexuar ato libra, ju do të shikoni një pjesë të shpirtit ton, një pjesë të ndjesive tona, një pjesë të përvojës ton dhe një pjesë të asaj copës Shqipërie që ne e kemi ndarë dhe jetojmë së bashku, shpirtërisht dhe mendërisht.
Kod nas të uvijek dobrodošli I ja se radujem saradnji I nadam se da ćemo sarađivati. Ju falenderoj për ardhjen dhe dhurimin. Në Guci së Shpeti do të organizohen mbrëmje letrare ku jeni të mirëpritur. Do t'ju njoftojmë për këto aktivitete në Guci. Večeri da predstavi to što ste vi pisali ili tih autorskih djela koje imate. Edhe pse takimit në komunë I erdhi fundi, nuk u erdhi bisedave. Dy palët diskutojnë për banorët e Gucisë së Re në Shkodër, të formuar nga ish-banorë të Gucisë, të cilët, për të shpëtuar represionit malezes, pas thyerjes së kryengritjes, u larguan nga Gucia dhe gjetën së re këtu, ku dhe vazhduan jetën e tyre. Zakonisht gjatë vitit jeta në qytetin e Gucis duket e përgjumur, emigrimi e ka zbrazur vendin. Por në verë nuk do e besosh se sa shumë mbushen sheshi dhe lokalet këtu. Të paktën një herë në vit emigrantët vinë dhe hapin shtëpitë e tyre. Edhe pse kanë mundësinë të pushojnë në çdo vend tjetër të botës, pjesa më e madhe e tyre zgjedh vendlinje për të qëndruar. Qershori dhe koriku shënojnë fluksin më të madh të tyre, kurse në muajt e tjerë të vitit qetësia mbizotron kudo. Një pasuri e arzakonshme dhe llojshmëria e resurseve turistike në theksa ato natyrore, bjeshkët, malet, ujrat, klima, biodiversitetit të tjerë, I bëjnë bjeshkët e namunat të Gucisë në rajonin me zhvillim dy sezonal të turizmit bjeshkatar veror, rekreacional dhe dimror sportiv në Maltëzi. Megjithatë, realizimi deri tanishëm I planeve dhe strategjive zhvillimore lokale dhe qendrore nuk kanë sjell një valorizim të këtyre resurseve dhe potencialeve. Pozita turistike, gjeografike, periferike, investimet e paditura në bazën e turizmit dhe faktorë të tjerë të numërt janë arsye e mbetjes pas të këtij rajoni. Çdo zhvillim në aspektin e turizmit këtu janë përpjekjet e banorëve, kryesisht atyre që jetojnë në emigrim, të cilët kanë provuar dhe provojnë të ngrejnë biznesin e tyre në vendlindje. Ne jemi duke depërtuar në fshati Vuthaj. Etimologjinë e toponimit Vuthaj e ka trajtuar edhe profesore Qerem Çabej. Ai thotë se ky emërtim vjen nga fjalët I vut, I përvut. Këto troje përfshin një territor të madh me lugina e vende bujqësore, me bjeshk, livadhe dhe gardhe. Nga burimi I Valbonës deri te burimi I Alipash Gucis, nga liqeni I Shtarës deri te guri I Gjonbalës, nga guri I Sahatit deri te kulla e Vuthit. Është pjesë përbërëse e Kelmendit të hershëm, kufizohet me treva të tjera shqiptare. Malësia e Gjakovës, Dukagjinin, bjeshkët e Kelmendit, të Gurit, Gucin dhe Plapën. Prandaj themi se ky vend përbëhet nga një territor I ngjeshur me bjeshke e male të lidhura në mes tyre. Është I vetmi fshat ku popullata është 100% shqiptare. Interesant mbetet fakti që popullsia është e bindur për disa zona që dikur atje kanë jetuar vetëm fise katolike, apo se ato fise janë konvertuar. Mbiemrat që hasen sot më shumë në këtë krahin janë Gjonbalaj, Bruçaj, Ulaj, Ahmetaj, Vuçetaj, Çelaj e të tjerë. Jemi afruar tashmë pranë shtëpisë së kulturës në Vuthaj, ku dhe do të dhurohen 500 libra nga anëtarët e shoqatës së shkrimtarëve Shkodër. Ndërkohë bisedat mbi jetën e fshatit Vuthaj vazhdojnë. Po veni tash ka jetë në dy nxënësa.
kemi një nxënës në klasë 2 dhe një nxënës në klasë 3. Dhe me thonë për i këtij vendit kanë dalë shumë intelektual. Për i këtij vendit kanë dalë intelektual. Dhe me thonë edhe shkrimtar, edhe piktar, edhe për i këtij vendit këtu është dhe Satri Ahmeti, piktorin nga Tirana, edhe Recep Qosja, Isa Qosja, dhe me thonë gjithë. Prej këte e keni ju si poet edhe Mimoza Ahmetin, a gjati ka këtu? Indja e babes sajna është këtu. Mimoza një shkrimtare dhe poeti shumë i mirë. Nora, okay. Ju përshëndes. Gjyra katër, shumë kur foto keni. Faleminderit. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se na keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Si jeni Farida? Farida. A i mirë? Si dukesh? Mirë se u gjeta. Në katin e parë të godinës janë vendosur portretet e personaliteteve që kanë bërë historinë e këtij vendi. Pikrisht shumita janë vosion. Janë mësuesat e parë që kanë hapur shkollën shqipe këtu. Edhe Jakub Ferri, Ali Pashkusia, Ideja parë është një pasuri spirituale, por një pasuri shumë e madhe që ju sjellët si identitet të vlerave të Zotit. Në këtë muzeon vendosur fytyra, domethënë edhe historike, po dhe arsimore. Domethënë këtu ka njerëz me të cilat fillon edhe historia shkollimit të Buthionëve, në afër është Arbreshi, i cili ka ardhur nga Zora në vitin 1916 dhe me ton fillon gjuma shqipe, shkolla në gjuhën shqipe. Ndërkohë vion vazhdon shkolla në katin lart të objektit janë mësuesat ndërbrendësa. Të gjithë së bashku marrin librat nga automjeti për t'i vendosur në ambientet e brendshme të bibliotekës në shtëpinë e kulturës në Vuthaj. Është një bibliotek modeste ajo që gjejmë këtu, e krijuar kryesisht nga dhurimet e miqve që e duan këtë vend dhe përçimin e gjuhës shqipe. Mes librave të dhuruar janë edhe ata nga vetë shkrimtarët që u bën pjesë e këtij aktiviteti. E kjo e rrit më shumë anën emocionale të këtij dhurimi. Ky rrugtim ka një mision dhe një mesazh të bukur, ku kur e fjalë është libri, por libri në gjuhën shqipe. Sot jemi këtu në shtëpinë e kulturës në qendrën e Vuthaj, edhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të jemi një numër i madh poetësh dhe shkrimtarësh që vijnë nga shoqata e shkrimtarëve Shkoter për të sjellë copëza shpirtit të shkruara në shqip për t'i udhëruar kaq bukur në një nga pjesëzat e coptuara të Shqipnisë tonë të madhe. Kur po boshim planin e shoqatës, ishim 2-3 shkrimtar. Nërta ishim unë, Warda, po kanë Senada, po nuk është Senada Delej. Po diskutoshim që mund të bëjmë në gjatë bukur, dhe me thonë, për në aktivitet bukur. Jena mësu me promovime, jena mësu me konkurse letrare, tjera. Edhe me ardhin men, që unë kam disa miq këtu, edhe thash, do t'ishte diqa bukur që sikur duroshim diqa dhe me thonë për plaven edhe për gucin, nuk ashte nisat e Vuthajt, kur rastisht takoj Kelmendin, edhe thot, po mor kena nevoj ne të shtëpia kulturës për libra, në qo se ke, bjerit e ne. Kështu bashkë me kryetarin e shoqatës zotin Zia Vukaj, me mbështetjen e tij edhe të gjithë anëtarëve, që treguan domethënë nga dishmërinë për me dhuru libra, me i marr nga biblioteka atyre, me i ble, edhe u kristalizu ky që unë e quaj mision. Mision për dy gjona. Na jena gjithë shqiptar. Edhe mendoj se gjuha është ajo që e marr një kom gjallë. Gjuha fillon përmes librit.
Prandaj nuk kam çfarë më thon tjetër, veç falenderoj Kelin, falenderoj se kam edhe emocione. Se e kam nis me shumë dashni, domethënë këtë rrugtim, edhe bosh me miqtë e mi po mylli me sukses. Po them kështu, na kof për herë. Kjo ishte një kënaqësi e jona që na dhurohen libra. Këto libra që shihni këtu janë gjitha të dhuruara nga shumë shoqata, po kjo që keni dhuruar ju është kënaqësi shumë e madhe se merrni pjesë gjithë shkrimtarët, do të thonë pjesa më e madhe nga Shkodra, edhe është do të thonë fillim i një bashkëpunimit në të ardhmen për librin shqiptar. Edhe pse kena më të pak, do të thonë besoj që çdo ramje ka një ngritje të madhe, që besoj se shumë shpejt ngritja do të filloj, pa marrë parasysh se emigrimi na ka përfnua pak në mënyrë njerëzore, po besoj se kthimi do të jetë aq i madh. Mes të tjerave, Kelmendi tha se librat janë shpirti i çdo njeriu dhe besoj që nuk do qëndrojnë në rafte, por do shërbejnë për gjithë komunitetin shqiptar. Ju falenderojmë dhe shpresojmë se do të jemi shumë herë së bashku në aktivitete. Gjatë verës këtu shufishohet numri i banorëve të ardhur kryesisht nga emigracioni. Kelmendi thotë se ka shenja të zhvillimit që po merr treva dhe besojnë se do të ndërgjegjësohen dhe shumë të tjerë që të vinë e të jetojnë këtu. Misia mes palëve krijohet lehtë dhe një pikë lidhëse mes tyre është fshati Guci e Re në Shkodër. Shtigjet i kem pas përmes thethit, aty kem pas edhe karavanet tora si kanë shkuar, aty kanë lënë edhe kumarin, domethënë aty kanë pas kanë bujt, domethënë kanë fjet edhe kanë vazhduar për Shkodër. Do thotë krypen edhe vojnë, domethënë gazin, si thon, jemi furnizuar në Shkodër. Edhe pe atëherë e më fjalën Baçallak se kom harrua, domethënë ose Parruca, pazari Parruc. Domethënë për mes. Ose rus ashtu. Domethënë Gucia, formimi i Gucisë Re. Gucia e Re është e formuar me banorëve gjithë që janë shpërngulur të plavësit të Gucisë. Domethënë krejtësisht kanë qenë shqiptar për këtuit. Mas luftës në Këshiqit, domethënë në këtë treva u bë hakmarrje ndaj popullatës shqiptare, kryesisht në plavën e Gucisë dhe u bë shpërngulja e parë. Atëherë u bë shpërngulja e dytë është 913 dhe shpërngulja e tretë është 919, të cilët janë shpërngul. Shpërngulja tjetër ishte gjatë mbylljes së shkollës shqipe këtu në plavën Guci, rinia e cila ka ikë për këtuit për mu shkolluar në treven shqiptare, domethënë kanë ikë shumë nga ky vend. Ku ndërta janë edhe shkrimtar, edhe poet, edhe piktar, sigur familja Ahmetaj, Sadri Ahmetit, Mimoza Ahmeti, kemi edhe shumë tjerë. Domethënë është edhe Bruçaj ai Sali po që ma në emrin shkolla me Sali Bruçaj, po edhe ajo është nga këto treva. I shpërngulur dhe ikun nga represionet që i bani mas luftës në Këshiqit. Aida Bruçaj, që i takon pikërisht Tifisit, është një mësuese nga Gucia dhe gjithmonë kur më dëgjonte më duke thënë Guciar, asnjëherë s'm kishte thënë. I thot Rozi dikur, më tha dikush i thon Gucian. Tha pse i the se ngjan të shumë bukur si thot ashtu, por ato janë njerëzit më të edukuar që ka Krahina. Se për këtë i përmendja shpesh, i thoja sa gra të edukuara janë edhe sa njerëz të edukuar janë Guciar, domethënë që shumë qytetërum. Janë shumë të qytetërum, po shkosh në atë zonë, edhe më vjen mirë që edhe këtu po gjej të njëjtët njerëz, më duket ju bashkuan gjallë shumë njerëz shumë të mirë. Respekt, shumë respekt. Më lindi edhe mua afro një ndjesi që do t'ju propozoj edhe bashkë me këto kolegtan që të ndërtoj me një reportazh me titull Rruga e Dhimbjes. Duke pas parasysh këtë largim që thoni ju, një largim i dhimbshëm, një largim që merr në veti një copës tokë, një copës adhe, por faktikisht e riprodhon me mallin dhe me gjithçka që në një farë mënyrë duhet ta sjellim këtu. Pra mesazhi Rruga e Dhimbjes ose një reportazh duke ilustruar me gjithë këtë pasuri shpirtërore, sepse është një largim shpirtëror, një largim i cili lën jo vetëm mbresa, jo vetëm lën copës dhe shpirtit, por e riprodhon shumë atje përmes përmallimit. Kolegu im pat për Rrugën e Dhimbjes.
Unë mendoj t'ja dhejmë rruga e ringjalljes, të shohim nga e ardhja, të shohim ringjallërimin pikërisht nëpërmjet librit të gjuhës, përhapjes kulturës, të kontakteve, drejt së ardhmes. Mëtej biseda zhvendoset e grupet artistike që erdhën nga Shqipëria këtu në Guci pas viteve 90. Këtu kërkoj, si një ditë dhe ansambli Triva, me atë artist famshëm, të cilat i ndezgjojnë për viju për së gjallit ditë vinë Guci. Edhe mbetëm kështu me shpresë, i ditë ashtë edhe Besnik Qenone, se s'gaboj lezën e grupin, i ditë vinë këtu. Aktoria, si ka gjë kanë gjësë, po se ka gjë. Por ne shtash për Që më duke më pjata? Në të kona të në të këmë papa i 30 vjeti. Unë e zgodzota me vojë se njërë deshta thëmë bë... Një të herë t'kishe folë. Ma shumë i këmë shmirë këtë emisionet tu, me vestim për me grupën, se shdo tjera. Pas përmbushjes së misionit për dhurimin e librave në Shtëpinë e Kulturës në Vullthaj, miqtë tanë do të vijojnë shëtitje në disa pika turistike të këtij fshati. Dhe ndalesa e parë do bëhet tek ujvara e Gërlës. Ajo mbetet unikale për nga fizionomia gjeografike e saj. Nëse ujvaret e tjera jemi mësuar të i shohim të rrjedhin nga lartësit, këtu ndodhe kundërta. Ajo e merr lartësinë nga këmbët tona e poshtë. Ujërat e bollshme të pranverës jashtojnë edhe më shumë bukurinë. Ujërat e ujvarës kanë lidhje edhe me syrin e Skafkaçit, të cilin kësaj radhe nuk patën kohë ta vizitonin për shkak të programit të ngjeshur të aktivitetit një ditor. Kjo është ujvara Gërla. Është Vullthajt, qendra kryesore në planin Guci është këtu. Këtu të pushon shpirti. Ju lutem të vini ta vizitoni këtë vend. Po, nga vinë të ujra, nga vinë. Këto është syri i Skafkaçit, është një 300 metra larg. Aty ku buron. Edhe dhe këtu i hub, në 300 metra del Manena, domethënë. A shfrytëzohet ky ujë nga banorët apo jo, vetëm thjesht rrjedh, deri te krojet, ë? Shumë pak shfrytëzohet sepse është poshtë edhe na jemnel. Po është bukuri e rrollë. Mirë se na keni ardhur edhe herë, mos harroni ta vizitoni këtë vend. Lugina në të cilën ndodhe dhe ujvara ka një pamje përrallore, rrethuar nga shpatet e maleve. Krijohet një amfiteatër natyror që ma gjep se çdo vizitor këtu. Këtu jem bashkë në qendrit Vullthaj. Këtu shkohet për thep. Për thep dhe më një rrugar apo janë thep. Ka shkohet për qërem. Mos harro, ka është për qërem. Dhe më thonë, Zelenica, fusha e silme, qafa e burit, atë shkon në qërem. Pra, këte i keni shumë vizitorë që bëjnë rrugën në këmbë, kryesisht të huajt, ë? Këtu 10% janë turista kur vjen vesh, janë më shumë, shtohet popullsia dhe krejt shkojnë në përkom. Shkojnë
këtu e lidhen vend me Çerem për Valbon. Vizita radhës do të bëhej në Mountain View Resort, investimi i zotit Arif Qosaj, një bir i kësaj treve me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Resorti është ndërtuar vitet e fundit dhe tërheq vëmendjen e turistëve për mënyrën e konceptimit të tij, ku 20 shtëpi druri qëndrojnë në harmoni të plotë me natyrën. Ne kemi përcjellur aktivitetin e tij edhe në emisionin Pusho Shqiptarçe 2 vite më parë dhe ja rikthehemi sërish tashmë me miq të tjerë nga Shkodra. Kënaqësi të shohësh këtu se si burrë e grua ndihmojnë njëri tjetrin. Në pjesën e pasme të resortit do të gjesh edhe një kopësht zoologjik për të shtuar sa më shumë arktimin e vizitorëve këtu, sidomos të fëmijëve. Na jepet mundësia, duke falenderuar edhe kryetarin e komunës së Gucisë, zotin Sanel Baliç, për bujarinë e treguar, që të shijojmë gatimet tradicionale të zonës e të bisedojmë rreth shumë temave me interes të përbashkët, ku kryefjala mbetet turizmi. Faleminderit, ishte kënaqësi. Si do të më tashin? Faleminderit shumë. Sve najbolje. Drug i drugarica, okay? Në Vuthllaj apo edhe në Guci, pikat turistike janë afër me njëra tjetrën dhe kjo u jep mundësinë vizitorëve të shohin brenda pak orësh disa prej tyre. Vetëm pak kilometra më tutje janë krojet e Ali Pash Gucis. Te krojet e Ali Pash Gucis në Vuthllaj, zemrën e Alpeve shqiptare, 6 kilometra nga dogana e Gjerçarit në Vermosh. Mbi 1100 metra mbi nivelin e detit, temperatura në orët e mbrëmjes zbret deri në 15 gradë. Ndërkohë dorën vetëm pak sekonda mund ta mbash në ujin tek burimi, pasi është shumë i ftohtë. Historia Ali Pash Gucis dhe lidhja e tij me Gucin është përjetuar ndër breza, por fatkeqësisht ka qenë objekt i tjetërsimit, asimilimit dhe përpjekjeve për zhdukje në çdo gjurmë që lidhet me këtë figurë të rëndësishme historike të Plav Gucis dhe kauzës son kombëtare. Ali Pash Gucia luajti një rol të rëndësishëm në luftën e Nokshikit dhe në shumë konferenca, duke përfaqësuar Plav dhe Gucin bashkë me Jakub Ferrin në themelimin e lidhjes së Prizrenit. Në qendër të Gucis, ai ndërtoi një xhami që mbante emrin e tij, por gjatë djegjes së pazarit të vjetër dhe të qendrës së Gucis, edhe ajo u shkatrua dhe nuk u rindërtua më. Në vend të saj dhe mbi Varreza, u ndërtua qendra e re islame e Gucis. Sarajet e Ali Pashës ndodheshin menjëherë pas urës mbi lumin Vruja, e njohur si ura e Sarajit. Me ardhin e regjimit jugosllav, themelet e sarajeve u shkatruan në përpjekjen për të fshirë çdo gjurmë të Ali Pash Gucis. Kjo politik vazhdoi me përkushtime edhe gjatë Jugosllavisë komuniste, duke u ndihmuar nga komunistët bosnjak, të cilët më pas i tjetërsuan prona dhe tani pretendojnë se Ali Pasha është i tyre. Këtu historinë do e gjesh të shkruar vetëm në anglisht, ku ende nuk është vendosur edhe varianti në shqip. Ndërkohë vëmendjen për momentin e vendosjes në 2 gjuhë e kanë marrë vetëm tabelat orientuese. Për poezinë, për titull poezisë, sugjerime reciproke dhe pjesë të jetës njëra tjetër dhe patëm shumë gjëra të përbashkëta. Po, me kaltrinën, a? Okej, kështu që ja vlen këto udhime, ë, për të ndarë një shkëmbime, jo vetëm mendimesh, shkëmbime shpirtërore. Krijohen misi të reja që çelin si lulet e shpirtit. Ashtu do të.
Jam me Noren dhe Nora shpreh dëshirën e madhe për të ardhur për të vazhduar studimet në Shkodër. Po nëse kjo nuk do jetë mujtën sepse është me Shkodrës dhe Prishtinës. Edhe Prishtina po i ofron shumë mundësi se sa Shkodra. Atëherë i bëmë një propozim Norës që mos të marrojnë studimet në Prishtinë, mundet marrë me punu në mësuesi në Shkodër. Ne kena shumë nevojë për një prestëri mësuesish, cilët janë pasionantë, që e duan Shkodrën, që e duan Shqipërinë e madhe, Shqipërinë etnike, që e flasin bukur shqipen. Sa bukur, po tani ta dëgjojmë të dëshirën me të vërtetë, do që të bësh mësuese? Po. Po pse? Dhe dashuria për fëmijët, edhe jo më mësu me mu marrë me ta, edhe më pëlqen si profesion, ma shumë se mundesh me kriju kohë për veti, edhe për atë arsye. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, udhëtuam gjithë bashkë, pritja ishte fantastike, edhe normalisht çdo takim edhe çdo organizim, çdo aktivitet krijon një ulidhse edhe për vazhdimsi edhe më të bukura, edhe për projekte tjera në të ardhmen. Ishte vërtet shumë bukur. Unë nuk kënaqja shumë edhe nga bukuritë natyrore këtu, edhe për pritjen që na bën. Të vjen mirë kur këtu gjen traditat e hershme të shqiptarëve, kur mikut para se të largohet, jepet edhe një dhuratë me veti si shenjë bujarisë dhe mikpritjes. Unë më të keq që kjo zonë këtu respektojmë shumë femrat. Djath vuthash. Djath vuthash? Po djath vuthash, e ke çka ke mujt. Është prodhuar në ndonjë bujtinë apo si? Është bio. Do të thonë kjo është vetëm për femrat që kanë femra bashkë të gjinën. Na vjen shumë keq. Faleminderit, ja ku kemi dhe djathin këtu. Mos mirë. Do me thonë nga një kuti kemi të gjithë? Pim, po, këtë i kem pim. A, vetëm femrat? Vetë femrat i keni pim, e pim vletit i keni të mëdhon. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash unë e po përshëndes, edhe ka dhënë mirë. A, do vish me ne këtu për fundar, po. Respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Qa dhe djathi. Po, ja dhe djathin? Burrat i shoh të mërzitur. Jo. Të lutem, po qesh. Byrni burra, byrni. Pra femrat kanë marrë djath. Nga me di hirën e. Po shoferi si duket shoferi? U mërzite për relacion e djathit? Kam ofër këtë. Okej. Duke se kur mbrëmja jep sinjalet e para që po zbret nga dal. Duke dashur ta shfrytëzojmë kohën në maksimum, vendosim të bëjmë dhe një vizitë të shkurtër në liçenin e Plavës. Do na duhen rreth 20 minuta me makinë për të përshkuar distancën Guci-Plav. Që në kohët e hershme, Plava ka qenë e banuar nga shqiptarët, por pas Kongresit të Berlinit 1878, Plava i bashkohet Malit të Zi, ku deri në ditët e sotme ka mbijetuar në për probleme që e kanë përcjell. Tani ajo kryesisht banohet nga bosnjak, musliman, të cilët janë shqiptar të asimiluar nga pushteti malazez në mënyra të ndryshme. Sot shqiptarët përbojnë më pak se 20% të popullsisë, kryesisht të përhapur në rrethin e Vuthajve, Martinajve, pak Plav dhe në Guci. Liçeni Plavës përbën një atraksion të veçantë, edhe pse investimet e ka janë dalur vetëm te ky bazament i drurit, që të lë ta vizitosh edhe pak në brendësi të tij, sërish ai mbetet madhështor për syrin e një turisti. Por nga Gjeneza është një liçen akullnajor, ai shtrihej ndërmjet Alpeve shqiptare, bjeshkët e Nëmuna dhe malit vizitor në bazenin e Plavës. Liçenin e ndërtoi në morenat ballore të akullnajës së Plavës, e cila këtu ka përfunduar. Pozicioni i tij është 901 metra lartësi mbi detare, përfshin një sipërfaqe prej
1.2 km². Thellësinë më të madhe e arrin në 9.5 metra. Në liçenin e plavës derdhet lumi Luqa, prockat e të cilit rrjedhin nga territori i Shqipërisë. Nga liçeni i plavës rrjedh lumi Lim dhe lumi Drina. Këto janë dhe momentet e fundit të qëndrimit në plavë, ku ndahemi me miqtë tanë që na shoqëruan për gjatë gjithë qëndrimit ton edhe në Guci, duke dhënë premtimet që do shihemi në aktivitete të tjera të përbashkëta. Ndërsa ne si emision Pushës Shqiptare do t'ju sugjeronim të gjithë teleshikuesve tanë ta vizitojnë plavët dhe Gucin, të cilat ofrojnë një turizëm të jashtëzakonshëm kulturor, historik dhe turistik. Infrastruktura është e mirë dhe tabelat orientuese nuk të lënë të gabosh drejtim. Nga Shkodra do të përshkosh rreth 100 km për të mbërritur këtu, pa u ankuar për rrugën e cila qëndron në parametra mjaft të mirë. Pa llogaritur edhe ndalesat e vazhdueshme që mund të bësh për ta kthyer këtë udhim si një ndër më të bukurit që keni bërë ndonjëherë. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur me piknisje nga qyteti i Shkodrës dhe për të vijuar më pas në Guci, ku u bën ndalesa e parë, u dhuruan 500 libra për shtëpinë e kulturës në Vuthaj. Shpresojmë që banorë, po sidomos fëmijët, t'i lexojnë këto libra, janë me të vërtetë libra të vyer, që ja vlen të shfletohen edhe lexohen her pas here në mundësitë e ndryshme që mund të kenë, pa llogaritur që gjatë periudhës së verës, Vuthaj, fshati që duket sikur është i heshtur gjatë stinëve të ftohta të dimrit, sidomos në pranverë apo dhe në verë, është i mbushur nga emigrantët kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vinë për të qëndruar dhe jo vetëm një javë, por për të qëndruar gjatë. Kështu që do ishte një mundësi shumë e mirë që ata ndërkohë pushojnë në vendinën e tyre, shijojnë gjithë mrekullinë që ju ka falur Zoti, por edhe shfletojnë, lexojnë libra të bukur artistik që kanë ardhur dhurat nga Shqipëria. Ritransmetimin në emision ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.